Irani e shkeli anëpushimin, ministri i Izraelit i mbrojtjes thot se rifillojnë sulmet. Ministri i mbrojtjes së Izraelit, Israel Katz, tha se i kishte udhëzuar ushtrinë izraelite që të reagojë me forcë ndaj shkeljes së anëpushimit nga Irani me sulme me intensitet të lartë kundër objektivave të regjimit në zemër të Teheranit. Ai tha se kjo ishte për shkak të shkeljes flagrante nga Irani të anëpushimit të shpallur nga presidenti i Shteteve të Bashkuara përmes lëshimit të raketave drejt Izraelit dhe në përputhje me politikën e izraelite për t'ju përgjigjur me forcë çdo shkelje. Trump postoi një postim në platformën e tij Truth Social rreth orës 6 të pasditës sipas orës lokale të hënën në Washington, duke deklaruar se anëpushimi do të fillonte të hynte në fuqi parafërsisht brenda 6 orësh. Ndërkaq në anën tjetër Irani mohon se ka qelluar me raketa Izraelin. Media shtetërore iraniane i është përgjigjur akuzave të Izraelit, duke thënë se Irani mohon raportet se ka qelluar një raketë drejt Izraelit pas fillimit të anëpushimit. Lajmi se Irani qelloi me raketa territore të pushtuara pasi vendosi një anëpushim ndaj regjimit sionist mohohet, raportoi të martën agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve ISNA. Nur News e lidhur me shtetin gjithashtu e publikoi mohimin.